Policia e shtetit ka publikuar të dhënat e një operacioni të urdhëruar nga SPAK lidhur me krimet zgjedhore. Policia bën të ditur se është kryer kontroll fizik dhe në banesat e 5 shtetazëve të dyshuar, ku janë sekuestruar fatura, kupona nafte, lista zgjedhësish, DVD, pistolet manovër dhe 5 telefona celular. Mësohet se celularët janë sekuestruar edhe shtetazëve Tak Roshi, Taulant Hasa, Ogert Sinella dhe Mirel Sinella. Të gjithë këta dyshohet se janë angazhuar në procesin e blerjes së votave në ndihmë të një prej kandidatëve që garonte në listën e hapur të koalicionit PD-AMSH, i afërm i Ervis Roshit, ish kryebashkiakut socialist të Kavajës. Ervis Roshi u angazhua në zgjedhjet e 11 majit për ndihmuar kushëririn e tij Elton Roshi, madje duke marrë pjesë edhe në takimet publike. Nuk dihet se çfarë provash mund të ketë siguruar SPAK lidhur me hetimet e nisura, por sipas raporteve, ish kryebashkiaku Roshi ishte në vëzhgim gjatë fushatës. Hetimet nga SPAK po drejtohen nga prokurori Ervin Kondili, ndërsa ato pritet të shtrihen edhe tek persona të tjerë.